Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në pak nga të gjitha. Do të jemi së bashku në këtë mbrëmje të sejntes, me një temë shumë interesante. Do të flasim në fakt për një sport të veçantë, po mbi gjitha për njerëzit të cilët e kanë ushqyer dashurinë për këtë lloj sporti. Do të flasim për sportistë jo të zakonshëm, për sportistë të cilët arrin të bëjnë gara për te kufive të një vendi. Ata janë pëllumbat. Dikujt mund t'i duket çudi, dikush i dëgjon për herë të parë, dikush mund të jetë njohur dhe më parë me këto lloj garash që zhvillohen, apo me njerëzit të cilët pasionet e tyre të hershme i kanë kthyer në një përkushtim shumë serioz për pëllumbat. Vetëm pak ditë më parë në ekranin e televizionit ton, po jo vetëm, tashmë janë bërë publike garat që kanë filluar mes pëllumbave. Si zhvillohen këto gara? Cilët janë këta njerëz që merren me rritjen e pëllumbave? A ka specie të veçanta që i kthejnë ata në pëllumba sportist? A mund të flasim për pëllumba korrier? Për të gjitha këto e për shumë të tjera do të diskutojmë sonte në këtë puntat të veçantë me tre të ftuar të veçantë, por nuk do të jenë vetëm ata, se do të na bashkohen nëpërmjet disa intervistave edhe njerëz të tjerë që e kanë pasion dhe duan shumë rritjen e pëllumbave sportist. Mirë, kam kënaqësinë që të kem të ftuar për herë të parë në këtë studio Olgert Kafazin. Ai është kryetari i shoqatës në Korçë, drejtori i përgjithshëm në Federatën Kombofile Shqiptare. Gerti, mirë se erdha. Përshëndetje. Është kënaqësi të kesh të ftuar në njerëz kaq pasionantë si ju, që jam e bindur që jeni marrë herët me rritjen e pëllumbave, me stërvitjen e tyre, po tani dua vetëm një përgjigje të shkurtër. Për herë të parë, çfarë moshe ke marrë në dorë një pëllumb? Atëherë, të parën fare që dua të përmendte është falenderimi për televizionin tuaj, që i dha të rëndësi këtij sporti, që ne të shpalosim ato mundësitë që ne kemi ndaj këtij sporti dhe kërkesat tona që kemi gjatë kësaj periudhe kohore që ne zhvillojmë garat dhe zhvillojmë misionin ton. Kjo ishte një kënaqësi për ne që ju na i dhatë këtë mundësi. Për sa i përket mbajtjes të pëllumbave, unë kam që i vogël. Jam shumë i vogël me thënë të drejtën. Dhe që atëherë dhe deri më sot ne nuk kemi rreshtur duke i mbajtur pëllumbat. Mbaj mend kur isha i vogël që i mbanim në balkon, se ajo periudhë ishte, ato momente ishin, sa edhe nga prindrit gjykoheshin me këtë pjesë, sa nuk na lejonin që t'i mbanim, sepse linim mësimet, linim gjithçka, edhe merreshim apostafat me pëllumbat. Vetëm me pëllumbat. Me pëllumbat dhe elastika në qafë, nuk e di si ashtu, dhe elastika në qafë dhe ishin gjatë gjithë kohës me gurë në xhep edhe me pëllumba në përduar që pasion pastaj që ushqye me kalimin e viteve, po do flasim. Sot Iraq Vesho është drejtues bordi i shoqatës në Korçë. Sot Iraq, mirë se erdha. Faleminderit. Do të pyes, sa është numri pëllumbave që ke aktualisht? Mos të gënjem 130. 130. Po kërkojnë hapësirë, kërkojnë përkushtim, si a del që e bën këtë punë? Po, shumë vite përpara, kur ndoshta asnjëri nuk e kishte bërë, unë kam bërë një ndërtim ta quajmë me tulla, 6 me 2,5 dhe të ndarë në shumë pjesë, ku çdo pjesë bën detyrën e saj që bëjmë ne me pëllumbat, se i kemi të ndarë. Ishte dikush në familje që merrej që ta ka ushqyer këtë dashuri për pëllumbin? Po, unë mendoj se ka marrë pe babait. Nga babai. Babai nuk është marrë shumë, po në kohën kur ka qenë, domethënë, i vogël, edhe më ka treguar historira që ka mbajtur pëllumba dhe më vonë kur ishte se ka punuar në institucione, domethënë në qytetin e Pogradecit drejtuese, edhe më tregonte edhe shumë raste të tjera këto biseda. Mendoj që ajo ka qenë një ushqim që unë kam dashur ta mbaj vite me radhë, derisa arrita në një moshë që u bëra diku në 7 vjeç dhe fillova pa rreshtur asnjë ditë edhe shtëpinë kur e ndronim mirja pëllumbat me vete. Merje pëllumbat me vete. Shumë interesante. Benart Llabanari është nën kryetari i shoqatës. Benart, mirë se erdha. Mirë se gjeta, përshëndetje. Benart, po ty si të ka lindur dashuria për pëllumbat?
Edhe unë e kam pak a shumë të trashëguar nga babai. Nga babai. Kam mbajtur dhe ai që herë, po mbante shumë pak, diku ke 5-6 shifte, se kalonte 15 pullumba, 12. Kurse ju i keni çuar? Kurse unë i kam ndonjë 150. 150 që kërkojnë edhe këto për kushtim. Po, patjetër. Sa kohë në ditë harxhon nga koha jote, e një dite të plot, që përkujdesesh për pullumbat? Se nuk janë pak. Disa orë i përkushtohen, po. Filluar që nga mëngjesi, çojmë që në orën 6 që ti bëj përgatitjet para se të ikin në punë, pastaj kur kthehem nga puna përsëri një 2 orë të tjera, duan vërtet përkushtim, nëse do që të paraqitesh në gara ashtu siç duhet. Se tani ne kemi këtu 3 njerëz që nuk e kanë thjesht pasion. Këta janë organizuar, kanë kryer shoqat, pastaj do flasim pak më vonë janë federat, janë bërë pjesë e kokshit, pra marrin pjesë në gara dhe këta pullumba për cilën ne do të flasim janë sportistë të vërtet. Si mund të dallosh një pullumb i cili duhet të bëhet, pra është një sportist, pavarësisht faktit që e stërvitim ashtu sikurse çdo lloj kafshë tjetër që merr pjesë në garë. Po si e bën diferencën se ka disa lloj pullumbash, disa raca të themi? Janë shumë raca. Dhe janë si më dhe quash me dallime shumë të mëdha midis njëri tjetrit. E kupton? Një pullumb, siç është rëndom në rrugë ta quajmë ata kanë, si më dhe thuash, bukurinë e tyre, si që mban bashkia që ku kaloni ju, i shikoni në përkempë që ju ushqen njerëz të ndryshëm, ne këta i quajmë në gjuhën tonë mistrec. E kupton? Do të thënë pullumba që rrinë rrugëve dhe bëjnë folet e tyre ku munde. Një, janë disa pullumba të tjerë që e mbajnë bishtin e hapur. E kupton lartë kështu. Si e rashkë. Bravo. Si e rashkë ose ti quajmë si pallua. Ka pullumba që janë me pendë në këmbë dhe këta janë mbretërori quajmë neve, sepse kanë edhe disa qafka në kokë që ato duhet i kenë aq të rregullta sa unë kam në shtëpi nga ata, edhe i mbashtroj me shumë dashuri. Edhe i kontrolloj në mënyrë shumë korekte që ti kemë. Të tëra këto bëjnë atë që kanë atë, si mund të thuash, vizualitetin e tyre të veçantë, që ne i dallojmë. Po këta, kjo specia që mbajmë neve, ka dhe nga këta që janë të kryqëzuar dhe kanë shumë gjashmëri. Prandaj ne, do të thënë këto kora që po jetojmë, se më përpara nuk i kishim këto mundësi, i marrim në mbashtrues të mëdhenj, që janë jashtë shtetit tonë, është Belgjika e para, Hollanda, Gjermania dhe me radhë që mos flasim shumë, dhe këto janë me dokumenta. Më kupton? Është gjaku, edhe me ADN, po ta duash. Dhe këto janë linja të ndryshme që mbashtron të Zemgerti, Raqi apo Benardi. Dhe kanë emërtime të ndryshme këto linja. Të zem një Janse, të zem një Stingelbao, të zem një Jarden, e kupton? E të tjera e tjera. Do më thënë, këta janë të specifikuar si linja, po janë shumë të kontrolluar në kuptim të gjakut, sepse kanë kaluar brezat e tërë të kontrolluar. Bile si ka përdorur dhe shteti, jo shqiptar për ere, që në kohën e Italisë fashiste, që erdhi këtu në Shqipëri, kur na pushtoi, babaj ti më tregonte që ata në makinat e tyre triqnin karoca me pullumba që i përdorin për... Si korrier. Për korrier. Si korrier. Këta janë ata pullumba që ne mundojmë. Në fillim kemi bërë dhe ne gabimet tona që kemi marë edhe ndonjë të paditur, më kupton? Se aqe kishim dhe informacion. Gerti, kini shkuar deri në Belgjik për të marrë këto raca? Fillimisht kemi patur Greqinë, duke qenë që jemi komshinj, këtu kemi patur Greqinë si pikë referimi për të mbashtuar. Edhe Greqia garon, pra, le themi, shuhet një nga shtetet që merr pjesë në këto gara? Shqipëria mund të themi që mund të jetë e fundit. Në kultivimin edhe në mbashtimin e këtyre pullumbave. Sepse kanë shumë herët që vendet e tjera të botës edhe të Europës dhe e kanë primare. Janë familje të gjitha, domethënë brez pas brezi që mbajnë këtë lloj racash. Nuk është e sotmja që ne po bëjmë. Ne sot u prononcuam, faljush. Por ne realisht kemi shumë vite që shoqata e Koçës është krijuar në vitin 2003. Para vitit 2003, para vitit 2003, ne, domethënë, kolegët, si mund ta quash, ose trajnerët që janë më të mëdhenj se ne, kanë luajtur edhe më përpara. Që ishte
largësia më e madhe ka qenë Aniotit. Domethënë ishte 220 km, duke mos e patur mundësinë për të kaluar jashtë shtetit. Këta luanin, edhe unë njëkohësisht, luanin brenda për brenda Garonit brenda për brenda hapësirës shqiptare. Pra, është Pogradeci, Maliqi, Korça, Bilishti, që momentalisht është Benardi, pjesë me disa çuna të tjera, dhe gjithë bashkë bëheshim, edhe bënim një komision, e vendosim komisionin diku në një vend dhe fillonim ngaronim. Ngaronim mes njëri tjetrit. Këtu kështu ka filluar. Korça ka qenë iniciativa e parë dhe Vlora që filluan, po i dha në prioritet këtij sporti për të krijuar shoqatat dhe më tej federatën. Thjesht pasioni ju çovi që ju të lidheshit pastaj me njëri tjetrin në qytete të ndryshme, po arritet të dilnit jashtë Shqipërisë që t'i merrnit si raca. Edhe një herë. Fillimisht janë bashtuar se e ka krijuar të themi vetë vendi. Domethënë, arsye e di si ka qenë, mbetën nga lufta. Këta pullumba mbetën nga lufta. Dhe quheshin ne, domethënë në Korçë quheshin pullumba me unë vendi. Domethënë si quhesh, raca e vjetër autoktone që ka qenë në Korçë. Mbas kësaj, sepse i mirnin Elçonin në Shkodër, pa patur gara. Ai vinte. Që këtu fillovi ambicia e garave. Kështu fillovi ambicia. Merren në Tiranë, Elço vinte në Korçë. Po si kuptohet një pullumb që kthehet, i vendoset një shenjë në këmbë? Ore, unë në 150 pullumba që kam, e di kush është filani, domethënë ti mund të shikosh si specie që janë të gjitha një lloj. Po pra, por unë me veçantinë që ata kanë ditë dalloj. Që këta e ka lindur filani, këta e ka lindur ky pullumb, ky e ka lindur ky pullumb. Këta e bën të dallushëm një trajner, se ndryshe. Normalisht prandaj e quhemi trajner, sepse nëse ne nuk u njehemi është si taekwondoja, si futbolli, si. Duke parë këtë aftësi të pullumbave që siç po e thekson Gerti kthehej, atëherë ju menduat që kjo mund kthehej në një punë serioze. Këta mund të garonin. Kjo i takon brezit, kjo nismë i takon brezit që neve na i ka lënë trashëgimi këtë. Dhe ne prandaj duam që ky sport të marrë kuptimin e vet. Në qëllimi tonë është që ky sport realisht të vejë në piedestalin e vet. Sepse kanë qenë breza që e kanë kultivuar këtë lloj pullumbi, këtë lloj sporti. E kanë filluar me gjëra më minimale të mundshme. Kanë vojtur jashtëzakonisht shumë. Sot ne kemi kushte. Realisht kemi kushte për të ecur përpara me këtë sport. Edhe zhynat që ne mos ja u trashëgojmë edhe fëmijëve tanë, edhe brezit më të ri që vjen. Domethënë mundësia më e madhe është për ta hequr një fëmijë nga teknologjia, të themi, që ne tash momentalisht po e shikojmë si problem këtë pjesë dhe të marrë me çdo lloj sporti. Me çdo lloj sporti. Po edhe ky është një lloj sporti, se do ta shpjegojmë se si funksionon. Benard, ti jeton aktualisht më thuaj, ka njerëz të tjerë që e kanë pasion këtë punë? Po, ka plot që e kanë pasion. E kanë pasion. Dhe jemi disa. Ku i ke marrë vetë pullumbat e parë? Më thej që kishte babai pasion. Po. Nuk ishin nga ta garuesit i mbamin. Që tani e ke futur në garë, që e ke bërë sportist. Të parët për ta plotësuar në rinjë, ndonjëherë ka nisur ashtu. Kishin pullumba dhe ja dhuronin dikujt, për shembull nga një qytet tjetër, i mbante disa kohë, lëshonin dhe ktheheshin përsëri në shtëpi dhe atje fillonte pastaj ajo adrenalin. Pastaj me tyr teknologjia, në interneti shikonin që garonin. Dhe u apasionuam mbas këtij sporti, mbas këtyre lloj pullumbash. Derisa na rando, po të parët i kemi marrë tu në Greqi. Nga miq tu në shtetin Fqi, Greqi. Në Greqi. Pastaj kemi filluar se dalën në ankande, tani kemi blerë jashtë Kroaci, Belgjik, Hollandë. Ju keni marrë pjesë në ankande ku shiten pullumba? Po. Çmimi më i lartë për një pullumb. Mi lartë kanë arritur shifra që shumë shitur Armando në Belgjik 1.250.000 euro. Një pullumb? Po. Bëhet fjalë për pullumba garues? Garues, po. Garues. Si bën garat, pullumbat pastaj më të mirë dalën në ankand. Pra, si sportistët që shiten në ankand, kështu mund të shiten edhe pullumbat. Le ndjekim tani një intervistë të zotit Selajdin Mema, është një zotëri i nderuar i cili duket që ka shumë vite që merret me mbashtimin e pullumbave. Ndjekim pak këtë intervistë ku ai rrëfen edhe pasionin e tij për pullumbat. Je themeluesi i një shoqate krejtësisht të veçantë. Si të ka lindur ideja? Jo vetëm mua. Ideja na ka lindur të gjithëve. Po njëri gjithmonë duhet të ishte iniciatori.
Dhe këtë punë e bëra unë gjithmonë me ndihmën e shokëve, gjithmonë bashkërisht. Në 2003 kemi krijuar shoqatën e parë në Korçë. Bashkë me vlonjatët, edhe vlonjatët të njëjtën kohë. Pastaj më vonë u pasua nga të gjithë qytetet, të gjithë rrethet e tjera, dhe sot jemi këtu ku jemi. Domethënë, sot marrim pjesë në një qark më vete Korça, nga Tirana. Unë kam 60 vjet, i kam pasion, i kam qef, i dua dhe i respektoj. Ky lloj pullumi është pullum sportiv, pullum që bëjmë gara. Këta duan një kujdes të veçantë, duan disiplinë, duan rregull, duan ushqyer me rregull, domethënë që Ke 60 vjet, më tregon momentin e parë kur e ke marrë një pullum në shtëpi e pastaj dal nga dal ata janë bërë shumë. momentin e parë unë e kam mbajtur një pullum bile, e kam foto të vogël këtu. Kishte xhaxhaj pullumba. Edhe unë nëpërmjet atij kishim kopshinë. Nëpërmjet atij, domethënë, u fillova dhe unë. Edhe si gjithë kalamajt e tjerë, mbanin, po jo për shembull pullumba nga këta. Pas demokracisë filloi ky lloj pullumës, domethënë Se sportiv. pullumbi kërkon edhe një lloj përkujdesje, kafazin. Do shumë kujdesje. Unë për tentime kujdese, i mbaj mirë, po unë s'kam qenë këtu, kam 15 vjet, kam qenë i larguar në Amerikë. Tash u ktheva. Dhe fillova prapë nga e para. Prapë nga e para. Jo se i kam me që pullumat, këtu i kam me. Bile, këtu mi kam bajtë një shok, është një komiti, ai kujdeset. Ai kujdeset i vërtet. Pavarësisht se u largove. Jo, asnjëherë. Kjo tu ka qenë ka 30 vjet ka kolekt. Edhe kujdeset gjithmonë ai kur largohem. Si e dallove këtë lloj race dhe e kuptove që është një lloj pullumbi që mund të garoj, pra mund të shërbejë si një lloj korrieri. Kishim dëgjuar faktikisht, shikonim këto jo interneti, jo telefona si që ishin. U mësuam më tepër nga greku. Kishim një shok që ishte në Greqi, edhe ai futi pllumat e parë në Korçë, pllumat e garës. Përmjet atij, vazhduam ne të gjithë. Po ai ishte iniciatori i parë. Si u bë për Ahmetin, nga dalë, unë gjithmonë domethënë marrin raca të mira, nuk ja dinim radhën. U mësuam tash i njohim pullumin, për shembull, kush është pullum i mirë që vjen, që është për të punë për sportist, kush nuk është, nuk e mbajmë. Domethënë pullumi gjithmonë stërvitet. Stërvitet që zog, për shembull, ata që janë, ata janë vetëm zogjt e rinj. Ata fillojnë stërvitjen tash. Tash 2 muaj për shembull tash ata. Ta kuptoj si mund të stërvitet një pullum, si stërvitet një pullum? Pullumi merret për shembull për arkat, siç kemi këto arkat. Çohet, po fillimisht që mos e marrim domethënë mos vëmë direkt atje, pullumat lëshohen këtu në folenë e tij, në pjesën domethënë në shpinën e tij. Siç e kemi fluturojnë lart, mësohen me ambientin, me folenë e tyre. Kur ti je i bindur që ai pullum është i aftë të fluturojë ta lëshosh, atëherë fillojmë stërvitjet. Fillojmë për shembull me kilometra, 10 kilometra, pastaj fillojmë 15, 20, 25. Arrim deri në 50, për shembull vetën e. Kush ka mundësi i stërvit edhe më tepër. Pastaj gjithmonë tash filluam që Sa kohë duhet një pullumbi që të konsiderohet i stërvitur, një sportist i vërtet? i stërvitur, domethënë pullumi zog që ti tash të ne bëjmë edhe garat e zogjve. Garat e zogjve për shembull bën 4 muaj, 5 muaj, domethënë bëhet pullumi 4-5 muaj dhe si stërvitim. Kurse i madhi për shembull tash ata këto që kemi tani po zhvillohet garat e të mëdhenjve. Domethënë në shtator, në tetor fillojnë garat e të vegjël të zogjve. Po si ka lindur ideja për të bërë një garë edhe për te kufive shqiptar? Pra se ky është viti 3 që ju po garoni. Jo se ka lindur, ne të thashë, gjithmonë kemi parë botën, se këtë bota ka vite që, ka kohë që bëhet me këtë lloj sporti. Gjithmonë kur u hapën rrugët e demokracia, filluam edhe ta njohim këtë lloj sporti. Ju bashkohet shoqatës së Vlorës. Të Vlorës, me Vlorën domethënë. Po ne kemi krijuar shoqatën më vete të Korçës. Shim domethënë Korçartë në 2003. Ka qarqe të tjera që kanë shoqata? Kanë të gjithë, ka Saranda, ka Delvina, ka Fieri, ka Vlora, ka Tirana, Lezhë, kanë të gjithë. Një mundur ju të fitoni çmime? Unë me këtë lloj tash me këta të tjerë nuk kam bërë
gara, se kam qenë në Amerikë, thashe, kurse më parë që bënim me Korçën, po, kam fituar, dhe kam fituar në Mirëvile. Do të vazhdoni ende këtë sport? Do vazhdoni? Sa mbashtoni ju? Sa kini ju vetë pëllumba? Kem tash një 80 pëllumba, 60-80 pëllumba, dhe më thënë, kisha shumë, po, do të vazhdoj, unë tash jam pensionist, kështu që unë s'kam ku shkoj më në Amerikë. Të vazhdoj. Shumë ja pasionuar Selajdini. Zoti Sodiraq, na tregovi pak Selajdini se si përgatiten këta pëllumba për të bërë sportist, pra për të hyrë në një garë. A mund të përzgjidhen, se Selajdini na zbulovi diçka që bëhen gara edhe për zosht, po edhe për pëllumba. Pra, ju i diferenconi, i ndani. Si duhet jetë një pëllum që të marrë pjesë në garë, flas nga shëndeti ti, pra duhet jetë muskulosi, duhet jetë, sa duhet peshoj? Shko, si pas racave të ndryshme, kanë edhe peshë të ndryshme. Që të mos i specifikojme, po ata rinë deri në 600-700 gram. Në kuptan? Një pëllumb bëhet fjalë zakonisht për këta të garave. Të garave, gjithë po flasin për pëllumba garash. Të gjatave. Se këta të shkurtrave, kanë peshat të ndryshme. Më këton, tani personat që i mbashtrojnë kanë krijuar shumë linja të ndryshme që kanë ndryshuar dhe ky sistem. Po më përpara ishte kështu. Se një plumb me, si mund të ta quash me mushkritë më dhaja mund të mbante edhe rrugën shumë. Më kupton, një plumb me mushkritë. Mund ta përballonte largësinë. Po. Mirë, po të shkosh edhe zogjt e egër ka një ndryshim. Dallën dyshja që bën shumë kilometro e shumë e vogël, ka një mushkrit të vogël, edhe domethënë shumë studiues, shumë njerëz të apasionuar që janë edhe të shkolluar për këtë punë, sidomos Belgjika ka shkencëtarë për këtë punë, kanë krijuar raca dhe linja të ndryshme, se raca një është, më kupton? Pëllumbi garues quhet. Këta kanë mallësitë ndryshme dhe si mund të thuash edhe mundësitë e ndryshme për të fluturuar. Duke ju futur gjëra të ndryshme. Me çfarë shpejtësie mund të fluturojë një plumb? Po ne zakonisht kemi një mesatare, 60 km/h ose 1000 m në minutë, mesatarja. Pastaj arrin deri tani vonë në një shoku tim i kishte vajtur me 1,5 km, domethënë 1500 m në minutë. Më kupton? Po si e matni ju këtë? Po, ne kemi orën, edhe pedanën. Është në kafas e instaluar, është në prizë në korrent. Më kupton? Ka edhe të tjera lloje, po këto zakonisht përdoren. Dhe ka një çip plumbi që është i sinkronizuar me orën. Në moment kur godet në çip, plumbi fillon. Ja bën pip. Po. Atje. Edhe ora e regjistron automatikisht. Kjo orë shpiret në qendrën, për shembull në Olgeri, edhe Olgeri bën direkt me atë një, si mund të thuash, sistem kompjuterik që ka programi, edhe bën për llogaritjen të menjëhershme dhe nxjerr metër në minutë. Olgeri ka flutuar kaq metër në minutë. Kush e ka me më shumë metër në minutë, do të thotë që është i pari i kësaj pune. E kuptoj. Dhe vazhdojnë me radhë. Pastaj klasifikimet për personat dhe i kemi ndryshe. Se cili kafas ose se cili trajner ka koordinatat e veta. Programi është i disponuar që të matë koordinatat e çdo kafazi. Këto ballafaqohen me koordinatën e lëshimit. Sepse maten edhe largësitë që ne kemi ka njëri tjetrit. Që do të thotë Spir Raçi është larg nga mua 35 km po themi. Djali tjetër që është Benardi nga Bilishti lëviz 12-13 km. Dhe këtë sinkronizim e bën vetëm ora. E bën programi që bën distancimin e pëllumbave. I pari, i dyti, i tretë. Dhe këto shkojnë në paralelitet. Domethënë vjen pëllumbi i kaloj unë i dyti, vjen pëllumbi i Raqit, kaloj i treti. Dhe me radhë, domethënë kjo bëhet këtu bëhet ajo pjesa që ne nxjerrim edhe kampionët, pëllumbat kampion që dalin. Mirë, tani më shpjego si zhvillohet një garë. Pra si filloni ju, kemi një mëri trajnerësh, tashmë dijen, i keni identifikuar janë nga qytetet të ndryshme. Si fillon gara njërë brenda qarkut? Brenda qarkut. Po. Atëre pasi të gjithë. Në çfarë periudhe të vitit ju vendosni të garoni? Pra si jeni dakortësuar për këtë gjë? Shiko, periudhat më të mira të garimit është muaji maj, por servitja fillon që më herët.
më fal. Fillon që në shkurt. Që në shkurt. Arsyeja e kësaj është sepse koha që ne kemi, jemi dimrak. Edhe koha nuk është e përshtatshme që ne të garojmë në dimër. Por në çdo moment i mund të garosh. Nëse ti do të garosh, mund të garosh, por arsyeja që ne e fillojmë garën në maj është sepse në këtë periudhë hapet koha. Nga ky momenti deri në momentin qershor, që në fund të qershorit ne mbyllim garat. Ne kemi 11 gara. Të kuptojmë Gerti, duke qenë se kemi një garë në hapësirë, një pëllumbi mund t'i ndikojë shiu, era gjatë garimit? Patjetër që po. Patjetër po. Kjo favorizon edhe negativisht, edhe pozitivisht. Arsyeja që mund të jetë pozitivisht është sepse mund t'i fryjë era nga mbrapa dhe ta sjellë shumë më shpejt në shtëpi. Ndodh që i fryn edhe në gjoks dhe ai vonohet në këtë. Por janë racat që neve mbashtojmë për këtë lloj garash që ne realizojmë. Dhe këtu fillojmë edhe ndajmë edhe racat tona. Që një racë është për distanca të gjata, një racë është për distanca të mesme dhe një racë është për distanca të shkurta. Pastaj janë trajnerët ata që bëjnë diferencimin e këtyre racave, që mbajnë pëllumbat për distanca të shkurta, sepse distancat e shkurta luajnë edhe në për kafazë të përbashkët, i quajmë neve, ku atje mbritet e gjithë, nga gjithë vendet e botës, një person i mbashton, i shumon, i jep ushqen dhe ai i përgatit për shërbime për gara. Kuptoj. Në momentin që zhvillohet një garë brenda qarkut, mbyllet, dalin fituesit, pastaj këta identifikohen dhe kanë të drejtën të marrin pjesë në gara kombëtare pra me qarqe të tjera? Ne momentalisht garojmë me të gjithë shoqatat. Pra nuk garoni vetëm brenda qarkut, përveç se qarkut ne garojmë edhe me qarqet e tjera. Me qarqet e tjera. Por kualifikimi që bëhet ose medalet që ne marrim ose tituj që ne marrim, i marrim edhe në rang Shqipërie, edhe në rang qarku. Domethënë nacionale. Po pastaj si përzgjidheni për ndërkombëtar, për gara ndërkombëtare? Janë pëllumbat. Janë ata pëllumba që kanë mbajtur me rezultatet më të mira, ata janë edhe në kompeticionet e mëtejshme. Që janë maratonat. Trajnerin që i shoqëron, pa diskutim. Pra është federata pasaj që bën këtë. Është federata që do flasim për të, se duan ndalen pak te Bernardi tek personat që në bilisht në gjithë zonën e Devollit e mbashtojnë pëllumbat dhe bëhen pjesë e garave. Sa dhe çfarë moshe janë kryesisht? Janë të moshave të ndryshme. Flas për trajnerët që i mbashtojnë. Për momentin nuk jemi shumë, po si vjet që e filluam nga e pa fuqishëm, plus që me ndihmën e federatës që na mundësoi kamionin, po ushtuan. Dhe besoj se edhe vitin tjetër do rritet numri, jo vetëm nga Devolli, por nga të gjithë qytetet, qoftë Korça, qoftë Pogradeci. E kuptoj. Keni pasur mundësi që megjithëse s'keni shumë kohë që bëheni pjesë të fitoni ndonjë çmim? Po, kemi patur dhe kemi. Do thotë pëllumbat i keni stërvitur shumë mirë. Po. Mirë, unë do t'i ftoja tani edhe për kuriozitetin e teleshikuesve, disa plane që Gerti na ka vënë në dispozicion, janë plane garash të pëllumbave në Rubik, aty ku duket që janë takuar me njëri tjetrin, jo vetëm trajner, po edhe drejtues të këtyre shoqatave të ndryshme tashmë në gjithë Shqipërinë, megjithëse ne thamë që Korça dhe Vlora janë iniciatorët e parë, por natyrisht ky pasion dhe stërvitja e këtyre pëllumbave është përhapur tashmë në të gjithë Shqipërinë. Ndjekim këto plane se janë shumë të bukura edhe tregon pikërisht momentin kur pëllumbat fillojnë garën e tyre. Është një çudi e madhe se si këta shpend qëndrojnë bashkë dhe fillojnë fluturimin, kuptojnë që janë në garë, duke sikur e kuptojnë që janë në garë.
të Federatës Shqiptare të Kolombofilëve. Ne sot kemi javën e tretë të garave, nërsa Qarku Korç ka garën e parë. Këtu jemi në Rubik, edhe ju uroj Gertit suksese, edhe më mirë do bëhet të gjithë një ditë shumë të shpejt do jemi bashkë, sepse është një federat me të drejtat të plotura, e njohur nga Komiteti Olimpik, e njohur nga Ministria e Sporteve. Kështu që ju uroj suksese edhe gara sa më të bukura. Gati për startimin e punëve të qarkut Gjirokastër Delvin. Është gare e tretë qarkut Gjirokastër Delvin edhe gare e dytë e Vlorës, qarku Vlorë. Jemi gati për startimin e tyre në Rubik. Në vend shumë i bukur me peisazh shumë të mirë. Kështu që ju bëj me njohje edhe koordinatët, si gjithmonë. Ora tot 7:14 minuta e 46 sekonda. Lajdi, je gati? Shumë e bukur edhe për gjithë ata që nuk ishin parë ndonjëherë gara pëllumbash, prandaj dhe sollëm në fakt këtë material shumë interesant për të kuptuar që këta njerëz që tashmë kanë vite që kanë stërvitur këta pëllumba, kanë vite që garojnë, por ne kemi shumë pak kohë që e njohim, kemi filluar ta njohim si sport, edhe dal nga dalja me bindur që tani do shtohen edhe tifozët e këtij sporti. Dhe duke u bërë kaq shumë bashk, menduat Gerti që tashmë duhet kishit federatën tuaj? Hapi parë i themelimit të shoqatës kanë qenë nismëtarët që folën pak më përpara, Selka, Seladin Mema, Lavdosh Hamzai nga Vlora. Arsyeja që këta e krijuan këtë lloj sporti, ishte që ne të njiheshim. Domethënë Shqipëria të njiheshe edhe në rangjet europiane, të themi. Ashtu u krijuan kushtet, domethënë çdo gjë fillovi mori tjetër rrugë, që do të thotë këta dy nismëtarë duke emigruar jashtë shtetit e pezulluan, domethënë u la në neshtje pak ky lloj sporti. Dhe dikush tjetër e mori për ta realizuar këtë sport.
Dhe në vitin mos gaboj 2012-2013 ne filluam të ripërsëritnim garat që të filluan të dilnin jashtë shtetit nëpërmjet një zotërie që quhet Kujtim Beqe. Ai u paraqit me një zotëri tjetër, Arjan Kristanin, u paraqitën në rrethinën e Maliqit, ku shokët tanë dhe trajnerët merreshin me këtë lloj sporti. Aty ata erdhën dhe diskutuan për sa i përket nxjerrjeve të pullumbave jashtë Shqipërisë. Ata morën përsipër për të nxjerrë jashtë Shqipërisë duke na paraqitur si një federat që ata e kishin themeluar dhe ne pranuam që të vazhdonim në emër të kësaj shoqate, domethënë ose kësaj federate që të quajtur, që të vazhdonim ecurinë e garave të mëtejshme. Por ndodhi diçka, domethënë gjatë kohës neve realizuam shumë gara të bukura. Domethënë ishte një periudhë nuk ka emocion ta përshkruaj ardhin e pullumbit sepse e kishim ëndër që një pullumb të na vinte të themi nga Kroacia. Ishin pikat më të larta. Sa kohë mund të kthehet një pullumb nga Kroacia? Brenda ditës u kthye në orën 7. Brenda ditës? Po. Shuar në orën 6 të mëngjesit dhe janë kthyer në orën 766 e ka Pogradeci. 820 kilometra e kishte kosh. Që do thotë sodirash me sa shpejtësi, me sa kilometra ka normalisht atë e përcakton. Sa më larg pullumbi, aq më shumë e ulërit. Bie shpejtësia. Po që ishte një arritje që në Shqipëri domethënë ishte e pa përshkrueshme domethënë nga ana jonë. Gerti, ju mund të merrni pjesë në këto gara? Se kjo ende nuk ishit njohur si. Po kjo u mundësua nga këta persona. U mundësua nëpërmjet formës të ata si e zgjodhen ata. Ishte një formë që ata e gjetën për t'i nxjerrë pullumbat jashtë Shqipërisë. Erdhi momenti, erdhi koha, domethënë ne vazhduam u bën vite domethënë që ashtu dhe para 6 muajsh mos gaboj, ne kuptuam realisht që duhet të ishim pjesë e një federate. E federatës. Sepse filluam këta problematika të vogla mes kësaj, domethënë të themi organizimi që po krijoheshe. Sepse Korça, duke qenë që është qyteti i largët realisht, kishte vlerat e veta si pullumbaritës, por filluan po binin dhe po degradohej ky sport. Arsyeja ishte ana ekonomike. Ana ekonomike nuk e mundësonte dot që këta trajnerë që neve sot i ricikluam, si të themi, të filluan që poshteronin. Mbetëm afërsisht 3 persona. 3 persona të garonin të përfaqësonin Korçën. Ishte një turp kur neve ishim themeluesët e këtij sporti. Domethënë ishte mema të themi e këtij sporti. Atë filluat ta mendoni në mënyrë më serioze. Atëre filluam domethënë që ky sport nuk duhet të vejë në këtë degradim, sepse ishin këta persona që e shpunën në këtë pikë. Arsyeja ishte domethënë transporti i pullumbave. Ishte domethënë ne paguanim një araç të themi, domethënë për çdo pullumb, që realisht për pullumbaricit ishte shumë ishte kosto e lartë. E kuptuam këtë pjesë, ju drejtuam federatës, sepse ka një anarki, po ta marrim që nga e para. Domethënë ka një anarki në këtë lloj sporti, që fillon nga pullumbarici, domethënë nga trajneri dhe deri në kokshi. Dhe fillon kështu që një antar antarësohet në shoqatë. Shoqata bën grumbullimin e të gjithë. Kjo shoqatë ka për bazë dhe atë pjesëmarrjen në federatë. Federata mbron shoqatën. Patjetër. Federatën e mbron komiteti ekzekutiv që quhet olimpik, që quhet Koksh. Që këtu fillon anarkia. Dhe ne filluam duke parë këtë problematikë që po i ndodhte Korçës, ne e morëm përsipër për ta shpënë përpara edhe për të kërkuar të drejtat e këtij sporti siç është e ligjshme, domethënë sipas ligjit, çdo gjë është me vendim gjykate, çdo gjë është. Ndërkohë që Gerti vazhdon të flasë, ne do të ndjekim tani disa foto që në fakt janë pikërisht është ky dokumentacion i cili tregon rrugëtimin që kanë bërë këta trajnerë për të bërë pjesë pra tashmë Komitetit Olimpik, që do thotë janë me të drejtat barabarta me çdo lloj federate tjetër në Europë apo në botë për të garuar. Kështu që ndërkohë që Gerti flet, ne vazhdojmë ndjekim edhe fotot në ekran. Po? Atëherë pasi ne bëm këtë ankimin në federatë, kryetari ose presidenti i federatës Zan Gjyla dhe sekretari i parë, domethënë që është në federatë është Gaz Fehimi, na suportuan në mënyrën ose na bën një mikpritje që ne vërtet nuk e prisnim që do ishte ajo mikpritje
në federatë. Dhe kështë një lloj motivimi që ju të... Një gjë të vogël t'i japin edhe sidomos për të sport, ti merr vrull. Ti jepën ambicia që ti në të vazhdosh, ta shpesh përpara këtë sport. Ne na suportuan me mikpritje, para ishte mikpritja një që na krijuan dhe pastaj mbështetja nga ana financiare. Që do të thotë, ne na shoqata sot e jona, ka një kamion i cili bën transportin e plumbave. Kjo u mundësua nga federata. Po. Ne na mundësuan edhe pajisjen e mjeteve që janë mjetet matse, që është ora dhe bedana. Ne na mundësuan që edhe nëse ne nuk do arrim dot, sepse ne vetë financohemi sot. Buxhetin tonë ne e mbajmë vetë. Ne kemi vetëm një 30 euro mos gaboj për antar, që është antarësim në federatë, që çdo antar, çdo trajner e paguan një herë në vit 30 euro. Që është një shumë e papërfillshme për sa i përket, domethënë, antarësimit në federatë, edhe në shoqatë njëkohësisht, sepse është shoqata, pastaj është federata. Dhe kështu pastaj federata Federata merr përsipër organizimin e garave që janë ndërkombëtare. Në merr përsipër dhe kompletimin e dokumentacionit. Sa kohë i është dashur federatës të njihet nga Komiteti Olimpik? Po federata nga momenti që është regjistruar, është e njohur. Është e njohur, domethënë si federatë. Pastaj është tjetër çfarë diskutojmë ne si shoqata. Sepse del një shoqatë që thotë e bëj unë këtë gjë, është një shoqatë që e bëj këtë gjë, por realisht është federata. Është federata që vendos. Pa dy është federata që vendos, pjesëmarrjen në Europë, në garat europiane. Çdo gjë tjetër që është bërë deri më sot ka qenë në forma rrugë, domethënë në forma të tjera, domethënë që kanë zgjedhur një zgjidhje. Po kanë zgjedhur një zgjidhje, ajo është meritë. E çdo kujt, por që sot për sot në mënyrë ligjore i përket vetëm federatës të jetë pjesë e këtyre kompeticioneve që krijohen. Është ajo që ju lajmëron ju që do të zhvillohen këto gara ndërkombëtare dhe pastaj jeni ju në për rrethe që vendosni për të garuar apo jo. Normalisht duhet garoni. Fakti që jeni pjesë e federatës. Që të garosh është një ëndër për ne. E di pse? Sepse ne punojmë sot për mot, i thonë një fjalë. Ne përgatitim zojshtë. Ne fillimisht fillon që nga çiftëzimi i pullumbave. Atje fillon zanafilla. Domethënë, por në qoftë se ne nuk kemi nxjerr zogj të mirë, ne vetëm në mënyrë që ne të tregojmë që nuk janë këta zogj të mirë, është vetëm garimi. Nëse nuk garojnë ata, edhe ne nuk e kuptojmë që ku jemi. Çfarë problematikash ka në folet tona. Kjo është, domethënë, gara është primarja. I gjithë pikësynimi i mbajtjes së këtyre pullumbave është vetëm gara. Nuk u ka ndonjë veçori tjetër. Gerti më the që shumë vite më parë ishte një ëndër kur pullumbi shkoi në Kroaci dhe u kthye. Tani më trego pak pasi u bët pjesë e federatës, kush është gara e parë ndërkombëtare ku keni marrë pjesë? Tani jemi në sezon garash. Në sezon garash. Ne ishim në Prishtinë. Në Prishtinë. Ishim në Prishtinë. Pak më parë, domethënë vitin, më fal, javën që kaloi, ishim në Prishtinë. Me mitin që ju ka siguruar federata, ju i çoni deri në Dogan. Shiko, realisht federata ka kamionin e vet. Kamioni tonë është sot për sot, është programuar ose më saktë është vënë në dispozicion për të bërë shërbitjet. Dhe i gatshëm për të bërë edhe garat në Maqedoni, në Serbi edhe me radhë. Çështja ekonomike na mundson që ne mos kemi shumë shpenzime të larta, jemi domethënë në një farë mënyrë që ne të shpjejmë pullumbat që një kamion të dërgohet. Në qoftë se ne si shoqatë do kemi sa më shumë lojtarë, dhe të gjithë lojtarët do bashkohemi, mundësia është që ne të jemi të pavarur nga federata. E kuptoj. Ne garojmë për hesapin tonë. Këtë na emocion vetëm antarësimi që ne kemi në federatë. Në federatë, e kuptoj. Sepse vetë si shoqatë ne nuk mundet që të kalojmë kufit për arsye dokumentacioni. Sepse kjo është, prandaj është federatë. Kjo është federata bën kanalizimet e çdo situatë. Ndjekim tani një material, është pikërisht momenti këtë që po flasim me Gertin, momentin kur i çojnë në Dogan pullumbat edhe pastaj kalojnë kufirin. Dhe kjo mundsohet, siç e tha Gerti, pikërisht sepse ata kanë dokumentacionin përkatës, janë pjesë e federatës dhe kanë gjithë të drejtën ligjore për të bërë pjesë e këtyre garave. Pra, askush nuk i pengon për të kaluar Doganën. Është njësoj si një lojtar i cili duhet të garoj tani
jashtë Shqipërisë, po për Shqipërinë, apo jo? Patjetër që po. Por për Shqipërinë. Edhe aty pastaj fiton mi miri. Ja, ky është momenti ku ju i lëshoni në dogan pullumbat, edhe pastaj ata kthehen sigurisht pasi përfundojnë përshkrimin e rrugës. Kjo është gara e dytë që është krijuar, dhe kjo është brenda territorit shqiptar. Kjo është brenda. Domethënë kjo është kufiri ton. Domethënë ne si Shqipëri kufirin maksimal që kemi Morinën. E kuptoj. Nga ky moment, javën e kaluar, sepse kjo është para 2 javësh, javën e kaluar ne kaluam kufirin. E kaluam kufirin që i shpumën në Kosovë. Dhe ati ulquam pullumbat në garat që vazhdojnë. Pasi kemi mbaruar, tani më mbaruam edhin e fundit në Kosovë, ne idhemi në Serbi. Këtë fundjavë do jenë në Serbi. Këtë fundjavë janë në Serbi. Shumë e bukur. Kjo ka një, si të thuash, një program që janë kilometrat. Shtohen nga 60 kilometra, shtohen nga 50 kilometra, sipas mundësive që ne disponojmë. Ne shikojmë kohën sa e përshtatshme është. Sepse nëse kohë është e përshtatshme, ne mundohemi që mos i largojmë aq shumë larg. E kuptoj. Që t'japi mundësi rikthimi pullumave. Vetëm pak kohë më parë, edhe kryetari i Komitetit Olimpik Shqiptar, zoti Fidel Ylli, është pronësuar pikërisht për pjesëmarrjen e kësaj federate në gara. Si është mirëpritur në fakt kjo federate dhe këto lloj garash, të cilat ende për hir të vërtetës në Shqipëri janë të panjohura? Shiko, ne rreth parë falenderojmë. Falenderojmë zotrinën në fjalë Fidel Yllin, që është presidenti i Komitetit Olimpik, për suportin që po i jep, sepse është detyra e këtij institucioni që të mbrojë çdo federat. Që do të thotë, çdo ankimim që bëhet nga federata, Kokshi bën mbrojtjen. Në mbrojtje ligjore. Dhe prandaj ne jemi të regjistruar. Prandaj ne regjistrohemi shoqatën në federatën në këtë pjesë që ne të kemi mbrojtjen e shtetit. Kjo është arsyeja, që ne jemi ka ndodhur disa incidente më së fundmi dhe e kanë parë pak a shumë pothuajse të gjithë në rrjetet sociale, sepse sot rrjetet sociale janë në majën e vet, themi, por kjo nuk është për të gjithë. Kjo nuk është për të gjithë. Kjo ndodhi për arsye sepse mungesat e dokumentacioneve ose mungesa e një regjistrimi në federatë bën këto lloj pengesash. Si pikërisht këto problematika, domethënë që është. Në farmëri gjithë duhet kuptojmë që ka një lloj hierarkie, pra edhe garat e pullumbave janë si gara e çdo lloj sporti tjetër. Tani, unë uroj shumë suksese, po dua të kthehem pak tani tek këta lloj pullumbash, Bernard, që siç e thatë vet, kanë koston e vet. Më thuaj, me çfarë ushqehen pullumbat, çfarë përkujdesi duan, se janë sportistë. Patjetër, duan shumë përkujdesje. Ushqimi tani ka ndalë si për çdo kafshë tjetër, edhe për pullumbat është ushqim i posaçëm, po. Që ne e sigurojmë nga dyqanet që e tregtojnë. Plus, çfarë përkujdesi do gjatë ditës një pullum? Gjatë një dita? Përveç ushqimit, tani në sezonin e garave, që para se të fillojmë garave, ne njerë i kurojmë për sëmundjet, se duhet jetë sa më i shëndetshëm, plus që është edhe kriter që nuk mund të një pullumb në kamion që nuk është i shëndetshëm. Nuk është i shëndetshëm. Çfarë risku ka? Ka risk se në momentin që kur distancat kamion largon që ne ju ushqejmë gjatë në kamion apo i vendosëm ujë, në momentin që pinë të gjithë aty ka pirejmë, është risk që mund të infektojë dhe të tjerët. E kuptoj. Sa mund të kostoj rritja e një pullumbi? Flasim për pullumb sportist. Ka një kosto. Do na shaj familja. Ka kosto. Ka kosto. Po si da akordsojnë me pjesëtarët e tjerë të familjes? Se keni dhe një numër të konsiderueshëm. Pasion. Ai është pasioni. Pasioni. Vetëm një pullumbaritës mund ta kuptoj atë. Mund ta kuptoj një gjë të tillë. Si një prind për shkakun që e heq nga goja e vet që ai jep fëmijës, ne jemi të gatshëm t'ia plotsojmë atyre dhe një gjë t'ia lëmë angut vetes. Zoti Sotiraq, keni qenë ju pjesë e kampionateve ballkanike? Kam qenë. Në cilat gara për shembull? Po,
Tani, ne po i emërtojmë pak, do të thënë, gabim, se thjesht ne si Shqipëri, bëjmë si shta Olgeri, gara dhe shoqatës, po të bashkuara me federatën, më kupton? Që do të thotë, në këto momente që jemi sot, ne i marim edhe bëjmë, si mund të thosh, për llogaritjen vetëm për shoqatën tonë. Pjesëtarët e shoqatës tonë që, siç e thamë, është Pogradeci, Maliqi, edhe Korça me gjithë Bilishtin, këta merren, futen në ajo ora që thash në kompjuteri dhe vazhdojnë pasaj bëhet për llogaritje. Kjo për llogaritje bëhet njëkohësisht dhe për tërë Shqipërinë që është federata që na i merr në një kamion që na i lëshon edhe jashtë shtetit. Më kupton? Kjo që ne e quajmë ballkanike, nuk është se është e organizuar në Ballkan edhe vin nga shtetet të ndryshme të Ballkanit, edhe që bëjmë garë neve. Deri këtu në këtë pikë nuk kemi arritur. Më kupton? Ne jemi në këtë pikë që në tërë Shqipërinë mblidhen në një kamion, i merr federata dhe i çon në x kilometra sa është vendosur. Ata janë përfaqësues të Shqipërisë. Janë të tërë përfaqësues të Shqipërisë. Gerti, mund të ndodhë që shoqata të ndryshme të binjakëzohen në Europë me vende fqinje? Po kështu funksionon. Kështu funksionon. Që ne të dalim jashtë shtetit tonë, duhet të kemi një binjakëzim me një shoqat tjetër ose me një federat tjetër. Me një federat tjetër. Dhe ata na bëjnë kërkesë që ne të marrim pjesë në pjesë e garave. Ju përmendët pak më përpara Belgjikën, një nga vendet në Europë më të vjetrat, që themi është marrë, nuk e di se sa prej sa vitesh, me gara pëllumbash. Keni patur mundësi të shkoni aty dhe të shihni, pretendani një lloj eksperience? Nuk është mundësuar akoma, dhe kjo është penalitet për pëllumbaricit, ose për trajnerët, sepse edhe ne kemi nevojë për trajnime. Kemi jo nevojë, po kemi shumë nevojë për trajnime, sepse koha evolon. Këto format e këtyre ilaçeve, të themi, ose suplementeve që neve ju japim pëllumbave për gara, evolojnë. Janë disa firma që janë pjesë e këtyre suplementeve, dhe ne kemi mungesë njohurie për sa i përket përdorimit të këtyre suplementeve. Dhe ne, si federatë, do mundohemi që mund t'ja mundësojmë një trajnim të gjithë, dhe do marim, si të thuash, edhe veterinerën nga Belgjika, nga Hollanda, për të ardhur në Shqipëri dhe të japin trajnim që të gjithë pëllumbaricit ta kenë, si në çdo punë, në një pastiqeri, ose në ka trajnerë, ose në pjesën e kuzhinës, të themi, ose ka specialistë që japin njohuri, edhe ne jemi më të përgatitur për dhënien e këtyre suplementeve që mos e dëmtojmë këtë pëllumb gjatë garë, sepse ne mundohemi sikur bëjmë mirë, po mund të bëjmë edhe keq. Dozat që neve japim, në çdo shurup, po themi, ose në çdo lloj një hapë që përdoret për pastrimin e pëllumbit, mund të jetë gabuar, dhe kjo është fatale për pëllumbin tonë. Është një diçka që ti në bën ti bësh mirë, dhe në momentin që ti e lëshon, ai mund të pësojë një diçka që nuk e bën për të mundur ardhjen e tij në folen e duhur. Mirë, ndjekim disa plane të pëllumbave, disa plane, dhe është ajo që dhe Zoti Sotiraqi përmendim pak më parë, ata kanë vendoset një shenjë për t'i dalluar që janë sportistë, janë pëllumba sportistë dhe që kanë marrë pjesë në gara. Po, janë, ndoshta shohim disa plane nga afër, edhe aty do kemi mundësi për të kuptuar. Pra, këta janë pëllumba garues. Këta janë pëllumba garues që mund të marrin pjesë në gara të ndryshme brenda territorit Shqipërisë, jashtë territorit Shqipërisë. Këtu jemi në një problematik tjetër që në fakt është evidentuar, bëhet fjalë për atë që mund të pësojë një pëllumb gjatë një gare. Zoti Sotiraqi, ju ka ndodhur që një pëllumb të kthehet nga gara i plagosur, ose mund të mos kthehet fare? Shumë herë. Shumë herë. Çfarë ndodh? E para, ka keqberës, sepse nuk zbatojnë të tërë njerëzit ligjet, kanë armë, qifte të gjaut, dhe dalin në përfushat. Momentalisht që është një saçme që është gjetur në trupin e pëllumbit. Ajo saçme që është gjetur në pëllumb. Po, është gjetur në trupin e pëllumbit. Dhe këta njerëz i shikojnë nga larg, sepse këta kur kanë kthimin për në shtëpi, nuk urin shumë lart tokës. Më kupton? Syri njeriu mundet t'i shikojë shumë shpejt. Dhe i presin me qifte dhe i godasin. Sidomos këta kalojnë nëpër gryka me anë të fushës magnetike të tyre që kanë,
për orientimin dhe kthehen për shtëpi. Është kjo dëmtimi i parë. Dëmtimi i dytë Po këtë që ka në këmbë zoti Sodirash? Në këmbë ka një unaz dhe një çip. Po? Qipi është ai që kur bie në bedan që e quajmë neve, jep sinjalizimin në orë. Sinjali që filloi gara. Kurse unaza është identifikuese qipi me anë të regjistrimit që bëhet në orë, është i bashkëngjitet numrit të unazës. Nuk mundet të gaboj. Ky qip tazem ka numrin 20, numrin e unazës. Ja është kish përshkak tani në ekran. Qipi është kjo bluja. Për të theksuar, nuk mund të hyj dot një pëllump në garë nëse nuk është i pajisur me unazë. Unaza ka një kod identifikimi që e ka vetëm ai pëllump dhe asnjë tjetër. E kuptoj. Nuk ka dënjës. Edhe unazat janë të certifikuara. Edhe unazat janë të certifikuara nga federata. Dhe seritë e çdo shoqate që ndrojnë, domethënë vit për vit. Në viti, nëse ne kemi 8.000 si numër serial të unazave, këtë vit, në njëjtën tjetër kemi neve prap 8.000, po vetëm i ndryshon vetëm një numër i parë, i numrit serisë. Nëse kemi 6-8.000, këtë vitin tjetër kemi 7-8.000. 7-8.000. Dhe kjo bën pasaj edhe moshën, domethënë 2016, 2015, 2014. Domethënë nëpërmjet kësaj dallohen edhe pëllumbat që sa vjeçar janë në garat. Do sa vjet merr pjesë në garat ky pëllumb. Shumë interesant. Vitin e lindjes. Ndryshon dhe ngjyra. Tani, sepse ajo problematik që në fakt edhe në një intervistë nëpërmjet zotit Gzim Berberi do ta dëgjojmë. Mendoni që pëllumbat gjuhen me çifte enkas apo ndonjëherë është edhe rastësi? Pra mund ndodh dhe rastësisht. Është duke paragjykime janë të shumta. Ne si pëllumbaritës ja vëmë gjithmonë fajin që janë të qëllimshme. Janë të qëllimshme, mund të ndodhë që mund të jenë të paqëllimshme, edhe ne nuk e vëmë dyshim që mund të jetë e paqëllimshme. Por fakti që neve e presim, e rritim, i japim gjitha të përkushtim, për neve është nuk ka gjë më të dhimbshme, sepse të shikosh një pëllumb që të vjen i plagosur në shtëpi, ose nuk të vjen fare. Dhe ti nuk je i aftë për ta përballuar që ky pëllumb nuk erdhi sepse kanë bërë diçka gabim unë, apo nuk erdhi sepse ka ngoditur me çifte. E kuptoj. Domethënë ka një mosmarrveshje edhe për ne që i rritim. Dhe është jashtëzakonisht gjyna edhe si ta quash, por nuk hahen ata pëllumba, duhet ta kuptojnë çdo kush, ai pëllumb nuk hahet. Nuk hahet, nuk konsumohet. Jeni ju të përgatitur të mjekoni një pëllumb se ne pam aty që ishte hequr, e bëni vetë këtë gjë, apo e çoni te një veterinar? Shiko, në shumë raste, na vjen edhe të goditur nga zogj grabitqar që janë skifterët. Po ndodh edhe kjo. Po. Zogj të grabitqarë ynë edhe në atë zinxhirin natyror që ne e quajmë, që ata bëjnë për zgjedhjen e të sëmurit, të pamundurit, të plagosurit, të zogut të vogël, edhe këta zogj të grabitqarë i sulmojnë më shumë. Po në rastin tonë që ne i kemi në garë të trajtuara, të shëndetshme të tjera, zogu grabitqar ka pa atë që është më i dopti, zakonisht. Që është mbrapa shokëve, më i lodhuri, sepse ka qenë në rrugë të gjatë, edhe fuqia ati bie dhe shpejtësia ati bie. Dhe kur ai e kap dhe ky mundet t'i shpëtoj, nga përleshja që ka bërë, vjen shumë i dëmtuar në trup. Ky dëmtim ne na bën që na vjen më shumë në keq, e marrim, e qepim vetë, dhe natyra ka bërë që pëllumbi është një specie, që ndoshta shumë veta nuk e din. E rikuperon vetën? E rikuperon për 7 ditë, mund të thuash që po t'ja heqish atë pjesën e koriçkës që i themin në gjuhën tonë popullore, ai ka një rikuperim shumë të shpejtë. Shumë interesant. Është e vetmja specie që ka shumë Mund të bëhet sërish pjesë e garave një pëllumb që ka kaluar një lloj situate të kësaj natyre? Bëhet, por është e mundur që nga frika që ka, nga trauma që ka krijuar, nuk bëhet pjesë jo, e garës? bëhet, por nuk do jetë në pëllumba që refuzojnë garën? Si kuptoni ju që një pëllumb refuzon të bëhet pjesë e një gare? Ja, si e kuptojmë. Kur e hedhim në stërvitje, ai nuk të vjen as nga 1 kilometër pak. Sepse ata kanë një gjë që ka edhe në programe televizive që edhe kemi parë, po edhe na ka ndodhur. Në qoftë se ata e ndjejnë në skifterin, sidomos këta që janë të dëmtuar, këta nga frika mundet të përplasen me një objekt, me tokën, hynë në përvende të ndryshme. Në përpjekje për të vetë mbrojtur. Dhe me ata
Ore, ja u eq memorien fare, që është, si të të gërmoj Luanit ty në tani, E kuptoj, tani, unë atë ditë kur kam ardhur që kishit filluar garën, kam përshtypjen se pash disa pëllumba që kishin diçka të veçantë në mënyrë që skifterit të mos i afroheshin. Ishte ngjyra. Ishte një lloj boje që i përdorin. Pra, ju i bojatisni. Jo të gjithë. Jo të gjithë. Nuk është se e praktikojnë të gjithë këtë fenomen. Pra, çdo trajner ka metodat e veta. Pra, ju e keni provuar një gjë të tillë. Disa mendojnë se po i bërem atë. Mbase ngushëllojmë edhe veten në këtë lloj forme. Pra ju i bojatisni dhe mendoni që skifteri nuk është një Sprite. Është një lloj Sprite për atë punë. Për atë punë. Po. Ne do ndikim tani një intervistë të një tjetër trajneri pëllumbash, zoti Gzim Berberi, i cili ka shprehur shqetësimin e tij nëpërmjet një interviste pikërisht për plagosjen e pëllumbave sportistë. E ndjekim. Pëllumbat u hodhën në garë në 280 kilometra dhe kur po ktheshin, 5 janë të zhdukur dhe 2 janë të goditur me çifte. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që gjatarët mos shien pëllumbat se ne i rritim si punë e fëmijës. Dhe prapë se prapë, se është e repari që na kanë erdhur pëllumbat, edhe para 2 vjetësh i njëjti avas. Kurse tashi është katastrofë, jo për mua, po për të tërë këta shokët që i kanë erdhur të goditur me çifte. Ka pasur edhe të tjerë që kanë pasur humbje të tilla? Po. 2 janë në Malish, 2 janë këtu në Korçë, 5 mua, i thuan 10 pëllumba, 15 pëllumba që janë vrarë me çifte. Kush mendonin se e bën këtë? Po, gjacarët. Ose, çfarë të thuash, nuk i vetë do të gisht. Po që janë goditur këtu afër, sepse plagën që ka pëllumbi, s'ka mundësi që të vijë nga larg. Janë plagë shumë të rënda, si ajo i Maliqit, si ky i Korçës, kurse këta 2 timit i kanë më të lehta, mirë po 5 të tjerit u eliminuan, duke ditur që janë edhur në garë 3 vjet rresht dhe kanë edhur shumë mirë, kanë dhe kupa. Çfarë ndodh me këta pëllumba tani? Si ta shpjegoj, dhe unë nuk di të ta shpjegoj çfarë do të ndodhë. Rikuperohen përsëri? Këta 2 rikuperohen, kurse ata 5 të tjerit i kanë bërë tavë me pilaf të janë. Duke ditur që argëzojmë qimet e kokës për këta pëllumba. Mirë, duke që ishte edhe shumë i prekur. Shumë i prekur, dhe realisht ka shumë të drejtët, jo të drejtët, po të drejtën e Zotit ka, sepse imagjinohet 3 vite, ti përkushtohesh me mishe me shpirt, ore vetëm ta pastrosh, domethënë lëri të tjerat, po vetëm pastrimin, mos zema në buxhetore, ushqimet, trajnimet, edhe me ore vetëm ta pastrosh, është e lodhshme për ne trajnerët. 3 vite që ne ja nderojmë, të kemi pëllumbe të na garoj 3 vite. E kuptoj. Tani unë dua të kthehem pas në historinë e shoqërisë njerëzore. Dhe dua edhe për gjithë teleshikuesit. Këta janë pëllumba që dikur përdoreshin, zoti Sotiraq, si pëllumba korrier, për ata pëllumba që tek këmba e tyre vendoseshin dhe letra. Po, këta lloj pëllumbash. Pra këta dikur quheshin pëllumba korrier. Korrier. Sot çonin letra dhe merrnin letra. Dhe merrnin letra. Jo, nuk merrnin letra. Këta pëllumba merreshin me vete në për kafaze të vegjël, po flasim për kohën e ushtrisë, dhe kishte ushtarë që i mbani me vete, si një kafaz për fëllezë, që flasim, dhe në momentet të caktuara, kur ata kishin nevojë, duke luftuar, duke çuar një mesazh, armiku është këtu, ose kjo është këtu, ose kjo është atje, ata e lëshonin dhe pëllumbi që ishte marrë nga kafazi në X vend ku ishte i mësuar, shkonte atje. Po për herë kjo beshe në kilometro pak, më kupton. Po ka ndodhur edhe në Amerikë, për shembull, i kanë vënë dekorat një pëllumbi, edhe i kanë bërë edhe pjedestal, sepse shpëtovi një garnizon të tërë. Po iku kilometrë shumë, ata e tregon që ka ikur me milje shumë, më kupton? Ka edhe rastet ka histori të bukura me pëllumbat korrier, me pëllumbat postier. Kjo na ka bërë neve që na jap adrenalinët, na jap shumë. Një njeri që si ne që i kupton, është nuk di çfarë të them. Dhe njerëz si ju që e kuptojnë, mendoni që dhe Korça duhet jetë një qytet që të organizojë gara të tilla, Gerti?
Po jo të organizoj, pra më kupton, duhet të kuptoni një diçka. Korça ka qenë nga të parat në të Shqipërinë. Po kjo mund të qenë izoluar te individ, po flasim institucionet vendore mund të bashkëpunojnë me shoqatën, me federatën. Shiko, kjo është edhe një çik neglizhimi ton ose gabimi ton, që ne nuk e kemi bërë këtë lloj prononcimi në mediat, që çdo kush ta kuptojë. Dhe sot nëse neve kërkojmë diçka, besoj se edhe vetë shteti do na jap mundësinë që ne të na ndihmojë për sa i përket kësaj. Por të themi që s'na i ka bërë, nuk themi dot sepse nuk e kemi kërkuar. Domethënë kur ju jeni gazetar dhe nuk e keni ditur që ka ndodhte ky fenomen, domethënë imagjinoj një tjetër që nuk do ta dinte dhe nuk do ta kuptonte realisht që si funksionojnë këta pullumba, pse mbahen, edhe çfarë dobi e kanë ose çfarë të mirash kanë në shoqërinë tonë. Kupton? Kështu që nuk mund të inshallah po qoftë ky një mesazh që ne të na ndihmojnë. Pra, ju e mendoni ndoshta në të ardhme që Korça pse jo të jetë organizatore e garave që mund të ndiqen edhe nga turistë që vinë? Po kjo nuk ka, është përveç se adrenalinë nuk ka, domethënë as një të keqe të mundshëm. Është një adrenalinë që nuk të tregon një histori, domethënë kur vinin pullumbat pak më parë se të merrim çipat, në atë ishte vendosur një llastik i vogël në këmbë pullumbit dhe nëpërmjet mesazhit që neve duhet të transmetonim për telefonin ku ishte komisioni në qendër, ne i dërgonim me mesazh. Ishte një emocion i papërshkrueshëm, të driteshin duart, të binte, domethënë, llastiku poshtë, duhet ta merrnje, domethënë ishte sepse do ta dërgonje sa më shpejt ishte e mundur, sepse të dilte tjetri fitimtar, po gara, tamam një garë, emocionet e një garë. Dhe kjo ishte një adrenalinë që nuk përshkruhet nga vetë ne që e kuptojmë realisht ç'do të thotë të vi pullumbi, ta presësh, të marrësh këtë kod që një mesazh mund ta dërgosh për një sekondë, neve vonoheshim edhe e shikonim 3 herë atë mesazhin që e kemi dërguar mirë apo mos e kemi bërë grë, numrat gabim. E kuptoj. Tani, është edhe një kuriozitet, zoti Sotiraq, si orientohet një pullumb garues? Më thënë, se duke sikur ekzistojnë teori nga më të ndryshme. Po, atë do të thoja. Do më thënë, ata orientohen sipas erës, ka teori, orientohen sipas rrotullimit të diellit, orientohen sipas valve magnetike toksore. Ka një shpjegim shkencor? Shpjegimi shkencor tani në fund që kam lexuar unë, ka në 2 mbi undën, ta quajmë, mbi atë pjesën e bardhë që ka, e sqepi, kanë 2 pika referuese dhe ato janë shumë, si ta quash, shumë vendimtare për ecjen e tyre për drejt shtëpisë. Si bus. Më përpara, ne mendonim që ata ikin nëpërmjet fushës magnetike. Doli në teori tjetër, orientohen midis diellit, më kupton? Dhe shikimi i pullumbi, sa për muhabet që po bëjmë, është 40 herë më i madh se sa i njeriu. Domethënë kur njeriu shikon hyje ditën, natën më fal, në qiell të hapur, pullumbi shikon ditën. Më kupton? Dhe mundet të shkojë edhe diellin që është mbrapa rreve. Aq fuqi ka. Kjo bën që në mënyra të ndryshme, unë mendoj që ajo të verë në funksion kur ka mundësi të shikoj diellin të vi me anë të orientimit. Ka si një lloj busulle ta quajmë? Busull është, po. Busull, një orë biologjike. Që e kanë në syt. Edhe sot e kësaj dite ka shumë iluzione të ndryshme që njeri thotë kështu, tjetri. Hipoteza të ndryshme. Pikën tamam nuk e kanë gjetur. Nuk është. Domethënë që të thonë që e ka një provë. Shkenca mund vazhdoj ta studiojë. Një provë që bën shkencëtarët në fundit, se unë lexoj nga që i kam pasion, i morën dhe i mbyllën në një dhomë shumë të errët, të madhe. Atë dhomë në errët ja ndryshonin dritën. Një në veri, një në jug, një në perëndim, një në lindje, dhe i bën një orientim aq të madh sa pullumbin kur e lëshuan, nuk shkonte dot në shtëpinë e tij. Se edhe shtëpinë i bën diçka lëvizëse, më kupton? Si në një anije që ta lëvizësh në ujë. Dhe këto të dyja prova që bën e orientonin pullumbin. Dhe kam bërë shumë prova shkencëtarët, po unë vetë si person nuk e di saktë se çfarë, domethënë organi ju punon aty. Ne na ndodhi këtë garën që bëm në Morinë, që unë isha vetë prezent atje dhe i lçova, pullumbat e Vlorës, Lushnjës dhe Fierit morën në njërin krah dhe pullumbat e Korçës morën në krahun tjetër, në 2 skaje të kundërt me njëri tjetrin.
Pse mund të ndodhur kjo? Edhe ne vetë u çuditëm që ore pse që në atë moment ata e kuptuan që duhet të mirin atë drejtim rrugë. Sepse ishin të kundërta, ne ishim në juglindje, ata ishin në jug, domethënë morën drejtimin e diellit. Dhe kjo na ndodhi e çuditshme, nuk u bashkuan. Edhe në video po ti shikosh që janë lçuar pëllumbat, u lçuan në të njëjtën kohë dhe u ndanën sikur ishin, kjo na çuditi realisht. Benard, e fillova në fakt që në fillim bisedës Gerti edhe me një lloj mesazhi. Fakti që ju jeni trajner, merrni seriozisht meritjen e pëllumbave, i bëni ata pjesë të garës, është një lloj mesazhi për brezin e ri që jo vetëm kafshë të ndryshme, të cilët ne mbajmë edhe në shtëpi tona, tani është shtuar ndjeshëm numri i njerëzve që merren me kafshë shtëpiake, meritjen e kuajve që i futin në gara, po tani të shohim edhe pëllumbat me një sy tjetër. Si mund të ndikojë te brezat e rinj? Po patjetër që ndikon. Se ju keni vetë fëmijë, keni familjet tuaja, bëhen ata pjesë të themi të kësaj punës tuaj të përditshme. Shumë mundohen t'i afrojnë dhe fëmijët, siç e përmendi dhe Gerti pak më parë, që mundohen t'i largojnë nga këto veset, interneti, TikTok, Instagrami. Pra është një mundësi që do ta lejnë ato dhe të merren me një sport, me përkushtimin e tyre. Ndikon sigurisht. Ndikon, po. Gerti, unë përsëri do të ngacmoj. Mundet ne, kemi ne në qytetin tonë infrastrukturë të përshtatshme për të bërë gara të tilla? Në qytet? Po. Po qyteti s'është asnjë lloj pengese. Asnjë lloj pengese nuk është ne mendojmë garat zhvillohen në largësi. Po të shikojmë stërvitjen e pëllumba, fillon nga 3 kilometra, që ne i fillojmë stërvitjen e pëllumbat, deri në pjesën 150, 120, 80 km varet sipas mundësive që ka çdo trajner. Më së fundmi nga që ne morëm kamionin tonë, që e kemi të instaluar në qytetin tonë, ne i bëjmë të gjithë së bashku. Domethënë bëjmë një organizim aq të bukur sa ky vit ishte një nga vitet më të bukura të stërvitjes që ne kemi bërë dhe me një kosto minimaliste që çdo kush mund ta përballoj. Ja u thash pak më parë, neve ishim vetëm 3 persona ose 4 persona në qark, domethënë që po luanim afërsisht, dhe sot jemi 28 persona, 28 antarë që u antarësuan si vit dhe shpresojmë që ne ta shpijmë më tej akoma, sepse ka dhe akoma trajnerë që realisht nuk e dinë që ne kemi marrë një nismë të tillë që sportin e pëllumbave ta shpijmë sa vjen më përpara, kashi suportit që po na japin institucionet përkatëse që është federata. Ne do ta mbyllim këtë bisedë me një intervistë realizuar me zotin Bledar Qose. E kam lënë Nenkas për në fund sepse në garën e fundit atë e shoqëronte dhe djali i tij. Duket që këtë dashuri për pëllumbat që ai e kishte marr si emigrant në Belgjik, ku kishte jetuar për disa vite, e solli në Shqipëri dhe duket se e ka trashëguar edhe tek djali. Ne ta ndikim intervistën e do kthehemi për ta mbyllur këtë bisedë. Jam një lojtar i shoqatës i qarkut Korç Pogradec. Marrim pjesë me Federatën Kolumbiofile Shqiptare dhe garat bëhen të ndara në qark. Do me thënë, pëllumat idhen grup federativ, do me thënë 2.000-2.500 co pëlluma, kurse përfundimet dalin në bas të qarkut. Do me thënë, është qarku i Korçës i Pogradecit, është qarku i Fierit i Lushnjës, është qarku i Vlorës, është qarku i Kavajës. Dhe dalin përfundimet. Unë kam 25 vite që merrem me këta pëlluma, kam jetuar në Belgjik, edhe atje sporti ishte shumë i avancuar i pëllumave. Kam jetuar 2001-2005 në Bruxelles. Edhe... Pse përdoreshin pëllumbat aty? Vetëm për gara? Në fillim këta pëlluma i kam përdorur, do me thënë, për post. Këta quhen pëllumat e postës. Do me thënë me letër, me... Edhe komunikonin, do me thënë, dërgonin pëllumin. Dhe këta pëlluma i kanë në luftën e parë botërore, kanë dhe në një histori të madhe në Francë dhe në Bruxelles, do me thënë, ushtarët kur luftonin ose kur ndodheshin në rrezik, lëshonin pëllumin që vinin që lajmëronin.
Ti këta lloj pullumbash i ke njohur pikërisht aty. Po, i kam njohur jashtë shtetit, në Bruksel është shumë sport i avancuar. Do me thënë Brukseli është baza e këtyre pullumbave. Do me thënë e kanë mbi 150-200 vjetë që i kanë këta pullumba, e mos them me. Në kohët e lashta këta pullumba jam përdorur edhe nga mbretërit, jam përdorur për punën e postës. Dhe me njerë pasi u ktheve, vendose që ti mbashtoj. Në Greqi edhe i shtova në Greqi edhe atje mora pjesë 5 vjetë në Federatën Greke, 2005-2010 edhe rezultatet ishin shumë të shkëlqyera. Do me thënë në Greqi, këta pullumba duan për kushtim. Këta pullumba duan që të vegjel ti stërvitës, do me thënë, sa fillojnë mbi 1 muaj gjysëm në fluturim, 2 muaj, këta duhet i futësh në arkë, ti mbash në arkë në 1 orë, pasaj i lëshon aty afër shtëpisë, pasaj të ecësh 5 kilometra, ti edhesh 10, e kupton që ty instikti që ky pullum do bëhet sportist, e kupton? Dhe pastaj kur bëhet 1 vit, ky pullum fillon në stërvitet 20, 20, çdo 2 ditë, çdo 3 ditë, e kupton? Këta pulluma duan një pastërti perfekte, këta pulluma duan një ushqim të bollshëm edhe që të kenë shëndet si punë e një sportisti, do me thënë, ushqimet vinë nga jashtë, do me thënë, këtu nuk kemi edhe fonde që jashtë shtetit, do me thënë, të ndihmonte Ministria e Sporteve, të jepte ndihmë në qoftë se ti s'ke fuqi ta paguash kestet e federatës për shembull, të ndihmonte edhe i paguanje me keste, e kupton, paguanje 50 euro sot, 50 euro, e kupton, derisa që ti mos ikësh nga ky sport. Ndërsa në Shqipëri është thjesht pasioni i individëve të veçantë. Po, pasioni edhe çdo gjë i bëjmë me shpenzimet e xhepit. Dhe janë shpenzime, në Belgjik thonë, ky është sporti më i shtrenjtë pas garave të kuajve. Në qoftë se theshin në Francë, televizionet kur kam jetuar atëherë në ato vite, theshin me 85.000 pizionierë që ka Evropa, me tërë shpenzimet që japin, mund të mbahesh e Afrika 4 vjet pa punuar fare. Aq shpenzimet e mëdha janë. Ke shpresë që do të fitosh në garat e këtij viti? Besoj është i disa ti vit që merr pjesë. Po, është për arsye që s'kam qenë një 4 vjet nuk kam marr pjesë dhe këtë vit po marr pjesë, po besoj se do shkëlqejmë, e kupton. Besoj të është dashur të gjesh dhe një hapësirë të konsiderueshme për t'i mbajtur. Sa është numri i pullumbave që ti mban? Unë kam rreth 100 copë tash, po kam mbajtur edhe 200 edhe 300. E kupton, për arsye se s'kam qenë jashtë shtetit edhe prandaj nuk kam marr pjesë. Po mund të marrësh sa të duash, po sa më shumë të marrësh aq më mirë është, po puna është akoma më e lodhshme. Se këta e duan pastërtinë, e duan çdo ditë. Se sportisti nuk mund ta lesh në për glasa, në për ato, është si puna e një sportisti futbollist, e kupton. Ai do pastërtinë e vet, do trajtimin e vet, do ushqimin e vet, do dietën e vet, e kupton. Pasionin e ke përcjell dhe tek fëmijët. Tek fëmijët. Edhe ke goca është më mjeshtër, po edhe kë. Ke mësuar se si të stërvisin pullumba? Po, i ka mësuar edhe këta merren për ditë, ky vjen nga shkolla, bën mësimet, pastaj ngjitet në pullumba, i pastroni, bën. Pa më thuaj si e ke emrin? Ajan Qose. Ajan, si stërvitet një pullumb? Sa kohë të duhet ty ta stërvitesh një pullumb? Të bindet ty pullumbi? Mua më mbitet një pullumb mund të stërvitet që ta pastrosh, që ta ushqesh, ta ujitësh, t'ia ndrosh ushqimin. Të binden pullumbat që ndrojnë me ty? Donjë. Një mesazh për gjithë ata që ndoshta e shohin pak me skepticizëm për të lloj sporti. Neve më shumë duhet të punojmë me brezin e ri. Brezi i ri që ky hobby të zhvillohet akoma më tepër. Se po filluan të rinjtë se ky sport jashtë shtetit është sporti pleqërisë, si thon. E kupton, njerëzit s'kan çfarë merren edhe me pension edhe merren me pullumba. Po në vendet e treta, ky sport është gjithmonë në rinia. Dhe ne duhet të punojmë që t'i afrojmë njerëzit, duke ju hyrë në qef, e kupton, duke parë, duke ashoj që të shtohet hobi i hobistave të pullumave.
Tani, Gerti, këto ishin garat që sa po kanë filluar, kur përfundojnë? Ne jemi në garën e 4, mos gaboj? Sa gara zhvilloni? Kemi 11 gara. 11 gara. Domethënë javë për javë, çdo javë ne kemi garë. Keni shpallur fituesit, besoj? Kemi dhe një garë për të shpallur distancat e mesme. Më falë, distancat e shkurta. Janë 3 etapa. 3 etapa. Etapa e parë është distancat e shkurta, që janë që varion nga 100 km deri në 300-320 km. 300. Deri në 350. Tani ju dhe një garë të shpallni fitues. Po, pastaj fillojmë nga 350 ose 300 deri në 400-450 dhe pastaj gara ka? Varet në varësi të largësisë që ka pikat e edhjec. Domethënë mund të jenë 3 gara që mbyllin këtë etapë, po mund të jenë edhe 4 gara që mbyllin këtë etapë. Po. E njëjta gjë ndodh edhe në distancat e shkurta, edhe në të mesmet, edhe në të gjatat. Në të gjatat janë më pak. Domethënë gara mund të jenë 3 gara që bëjnë diferencën, që do të thotë 500, 550, 600 ose 650. Pyetja e fundit, një pëllumb sportist që merr pjesë në garat e shkurtra, merr vetëm pjesë për garat e shkurtra, nuk mund marr pjesë në garat e gjata. Jo, ai vazhdon garën. Ai vazhdon garën. Që do thotë është sistemi kompjuterik që bën. Kalon këtë fazë mund të hyjë në fazën e dytë. Patjetër që po. Është sistemi kompjuterik që nxjerr të bëjë plotësi. Fituesin, të flasë. Edhe pëllumba ndahen në 3, siç thot Gerti, të shkurtra, të mesme dhe të gjata. Më përpara pëllumba rritësit ose trajnerët në botë po flas, i mbanin në të njëjtën kafas, mirë po i ndanin në 3 lloje, të shkurtra, të mesme dhe të gjata. Dhe specia vetë ishte për të shkurtra, pëllumbi, më kupton? Ishte edhe për të mesme edhe për të gjata. Dhe sot në shumë raste kështu funksionon. Tani me zhvillimin e gjërave dhe njerëzit kanë menduar diçka tjetër. Duan pëllumbin universal. Ai ka shenjat e tij, ka gjërat e tij. Mund të përballoj të gjitha llojet e garave. E kuptoj. Domethënë ato formohen me anë të njeriu që ka dije për ato punë. Po ka dhe të gatshëm që i kanë. Përvoja. Zotë Belgjika vazhdon të jetë vendi dominant në këto gara? Unë mendoj në prodhimin e pëllumbave Belgjika. Po. Edhe në fituesit e garave ndërkombëtare? Po. Belgjika vazhdon të triumfon. Shiko, ka fitues të ndryshëm. Rumania tash është një nga shtetet që po jep frytet më të mira për maratonat. Për maratonat, për distancat më të largëta sot për sot po i thyen Rumania. Shiko, historik thjesht të vogël, edhe që të mos e zgjatim shumë. Njerëzit që të punojnë për garat e gjata duan shumë shpenzime, shumë kohë të harxojnë. Më kupton? Vite të tëra. Jo, edhe vite të tëra, po edhe në sezon duan shumë punë i pëllumbi garave të gjata. Do aq punë dhe aq shpenzime sa ka dhe njerëz që nuk i ndjekin dot, se duhet të lësh punën të tjera, të familjen e të tjera, sepse nuk janë shumë fitim prurës. Bota i ka kthyer tash i pak në marketing e tash që edhe të shes, siç e tham që parë 1.250.000 që ja kishte vënë emrin Armand ai. Ka edhe të tjera që janë shitur më shtrenjtë aty me brapa. Mirë po, të tëra këto që po themi neve janë fruti i kohës që i ka bërë kështu, më kupton? Edhe ne mundohemi të bëjmë ato që po bën bota tash. Më shumë së dim çfarë të shtojmë edhe çfarë. Ne ju falenderojmë shumë për prezencën tuaj, për gjithë informacionin që sollet për teleshikuesit për të kuptuar që edhe në Korçë ka trajnerë të cilët merren me rritjen e pëllumbave garues, të një sporti tashmë që është pjesë e një federate e njohur edhe nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar. Ata mund të marrin pjesë në gara ndërkombëtare, pse jo, të sjellin edhe çmime. Ju uroj shumë suksese, faleminderit Gerti, faleminderit zoti Raj, faleminderit Bernard. Urojmë shumë suksese edhe në zonën e Devollit, të rriten sa më shumë numri i trajnerëve që merren me rritjen e pëllumbave të përcjellin mesazhe shumë të bukura edhe tek brezi i ri. Edhe ne ju falenderojmë për suportin që na dhat, për t'i dhënë këtij sporti sa më shumë mundësi për të ecur përpara. Faleminderit. Mirë, kemi kaluar një mbrëmje të bukur, jemi njohur me një sport të ri që tashmë ka filluar në Shqipëri, të shpresojmë që do të flasim tani herën tjetër për çmime konkrete të pëllumbave sportistë që do të sjellin jo vetëm qytetin e Korçës. Do të rishemi te ende në ardhshme. Natën e mirë.